nuk ka pasur asnjëherë një çështje të vetme të drejtësisë ku një prokuror i pavarur të ketë thirrur përpara drejtësisë një person të veshur me pushtet dhe një gjykatës i pavarur ta ketë gjykuar këtë personin e veshur me pushtet. Kjo nuk ka ekzistuar ndonjëherë. Kjo ka filluar të ndodhë për arsye se ne kemi krijuar kushtet që Shqipëria të fillojë ta bëjë këtë përpjekje. Por kjo është një përpjekje që sapo ka filluar. Kjo është një përpjekje që sapo ka filluar, që ka të gjithë aspektet e veta pozitive, ka dhe problematikat e veta etj, por që kjo të kthehet në normë, që kjo të kthehet në një kusht sine qua non, kur i thonë, të vetë ekzistencës së shtetit të së drejtës, duhet mbrojtur kjo përpjekje nga politikanët shqiptarë. Kjo është. Dhe çfarë do të thotë duhet mbrojtur nga politikanët shqiptarë? Duhet mbrojtur nga politikanët shqiptarë jo në sensin që politikanët shqiptarë janë djaj me brirë, por në sensin që mungesa e traditës, madje një traditë shumë e kundërt me këtë, ka shumë fuqi që ta kthej këtë përpjekje së prapti. Dhe nëse sot forca që qeverisë vendin me mua në krye e garanton këtë, kjo nuk do të thotë që kjo është e garantuar për gjithmonë. Kjo mund të kthehet mbrapsht në mënyrën më të befasishme.